Historike e kryeministrit Edi Rama në Izrael, me mua në një komunikim të drejt për drejt do të jetë zoti Emilio Çika. Ju përshëndet zoti Çika, faleminderit që jeni me ne. Përshëndetje, faleminderit për ftesën. Dua që fillimisht të ndalemi së bashku tek zhvillimet e ditës së sotme, duke patur në fokus këtë vizitë të kryeministrit Edi Rama në Izrael. Kemi ndjekur zhvillimet ku është folur patjetër për historinë, e cila është pjesë shumë e rëndësishme e Shqipërisë, posa kaq edhe për të ardhmen, duke patur parasysh të gjitha zhvillimet që vijnë nga Izraeli. Si e pat këtë vizitë? Shkoni ashtu siç e paraqitët dhe ju, është një nga vizitat më të rëndësishme të cilat kanë marrë pjesë kryeministri Rama. Thëm kjo edhe në aspektin e qoftë simbolikës, por edhe qoftë marrëdhënieve dypalshe apo akoma më shumë edhe të marrëdhënieve rajonale, të cilat Shqipëria po ndërton dhe ka në politikën e saj të jashtme. Së pari doja të thoja që është një vizitë e suksesshme dhe me një rëndësi të veçantë edhe qoftë për nderin që i është dhënë Shqipërisë, për të qenë dhe për të mbajtur fjalën në Parlamentin e Izraelit, duke qenë se është një do thosha një institucion i cili jepet e drejta shumë pak liderëve botror për të mbajtur fjalimin në të. E dyta, nga ana tjetër, janë mesazhet të cilat janë transmetuar nga të dyja palët, si nga kryeministri Rama, ashtu edhe nga kryeministri Netanyahu, në ato që janë marrëdhëniet dypalshe. Dhe nëse do shohim, ato që janë të rëndësishme janë jo vetëm ato që janë bizetat apo fjalimet e kortezisë ndërmjet të dyve, por edhe ato që janë në aspektin apo planin praktik që lidhen me marrëveshje dypalshe, të cilat kanë të bëjnë si me ato që është zhvillimi i turizmit dhe kemi edhe një thirrje nga të dy liderët për izraelitët për të vizituar Shqipërinë. E dyta, do thoshja dhe po aq e rëndësishme janë marrëdhëniet ekonomike ndërmjet dy vendeve, të cilat janë në një rang rritës gjatë viteve të fundit dhe projektet në vazhdimësi, të cilat lidhen veçanërisht edhe me ato që është industria e mbrojtjes dhe bashkëpunimi në industrinë e mbrojtjes, gjë që qeveria shqiptare ka vendosur edhe në një prioritet për vitin 2026, jo vetëm me Izraelin, por në një prioritet të saj të brendshëm për zhvillimin e industrisë së saj të brendshme. E treta që do thoshja nga rëndësia e takimit apo e vizitës së kryeministrit Rama ka të bëjë me atë që është edhe bashkëpunimi jo vetëm dypalësh, por edhe bashkëpunimi rajonal që Shqipëria po zhvillon me vende të ndryshme të rajonit dhe me marrëdhëniet duhet thënë të cilat i ka tradicionalisht të mira me një pjesë të mirë të vendeve arabike, ashtu siç e përmendi me Turqinë normalisht që është një nga aktorët kryesor të rajonit, por gjithashtu edhe me Izraelin për arsye siç ju e paraqitët edhe të arsyeve të hershme historike, por edhe më pas të atyre që janë marrëdhënieve të rëndësishme të cilat kanë ndërtuar dy vendet dypalshe dhe në një aleancë do thoshja unë e cila do të çojë edhe në një bashkëpunim të mëtejshëm dhe thellim të bashkëpunimit ndërmjet dy vendeve. Kjo është një vizitë që vjen në një moment shumë të rëndësishëm, nëse kemi parasysh këtu edhe miratimin në parlament të marrëveshjes për aderimin e Shqipërisë në Bordin e Paqes. Mendoni ju se kanë lidhje të dyja dhe si mund ta lexojmë këtë vizitë në këtë prizëm? Është e pashmangshme që të dyja të kenë një lidhje me njëra tjetrën. Në radhë të parë, pjesëmarrja e Shqipërisë dhe ratifikimi edhe nga Parlamenti i Shqipërisë për pjesëmarrjen e saj si një nga vendet themeluese të Bordit të Paqes i jep rëndësi Shqipërisë në arenën ndërkombëtare dhe atë që është bashkëpunimi apo edhe thellimi i bashkëpunimit në radhë të parë me Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Në radhë të dytë shkon në atë që është kontributi, që besoj është modest, por sido që të jetë e radhit Shqipërinë në vende të cilat janë pjesëmarrëse në këtë bord dhe me atë që është kontributi që me që dëgjuam dhe nga kryeministri Rama ka nxori një lajm
me atë që mund të jetë pjesëmarrja edhe e trupave ushtarake shqiptare në atë që do jetë e ardhmja e situatës në Gaza. Kjo ngelet për të parë pastaj edhe nga Shikoni, kjo ngelet në radhë të parë, atë do thoshja, ngelet për të parë dhe për të analizuar në ato që do jenë se si do formatohet e ardhmja e Gazës, edhe pse kemi një plan paqe, nuk kemi diçka konkrete në atë që është ende zbatimi i këtij planit të paqes, kemi fazat e para, ato që është apo edhe siç ishte përcaktuar dhe në planin e paqes, faza e parë e marrëveshjes apo e zbatimit të marrëveshjes ndërmjet Izraelit edhe Hamasit në lidhje me situatën në Gaza. Akoma jemi në siç ju e that, sot u dorëzua edhe trupi i fundit i një prej të vrarëve nga Hamasi, kështu që jemi ende në një proces që është fillestar, shumë fillestar madje do thoshja, dhe pas mbarimit të gjithë fazës së parë që lidhet me atë që është stabilizimi dhe shkëmbimi të gjithë penjeve, hyn në 2 stade të reja, të cilat çojnë deri në fund, ose stadi i fundit do çonte edhe në atë që është në stabilizimi i marrëdhënieve ndërmjet 2 vendeve, Izraelit, edhe krijimit të një autoriteti që do ishte gjithëpërfshirës jo vetëm në Gaza, por për të gjithë Palestinën. Po për këtë, në këndvështrimin tim ka kohë ende dhe do duhet kohë në radhë të parë për të ndërtuar konturi dhe akoma më tej për të formalizuar dhe për të vënë në zbatim. Kështu që pyetja që më bët duhet kohë në të ardhmen për të parë se si do formalizohet ajo që është stadi i tretë dhe akoma më tej pjesëmarrja e shteteve të huaja apo edhe nëse do ketë nevojë për pjesëmarrje me trupa nga shtetet e huaja në rajon. Mirë, do të mbetet për të parë në fakt se si do të implementohet, po megjithatë Shqipëria në një kuadër simbolik mund themi, duket se ka këtë premtim për mënyrën se si do të shkojë menaxhimi i Gazës pas luftës. Unë dua që së bashku të prekim pak edhe atë që ju më thatë, faktin se aderimi i Shqipërisë në Bordin e Paqes, nga ana tjetër edhe kjo vizitë zyrtare historike e kryeministrit Edi Rama sot në Izrael, sipas jush, lexoni një marrëdhënie shumë më të mirë ose një maksimum marrëdhëniesh mes Shqipërisë dhe Shteteve të Bashkuara të Amerikës nëse i marrim në tërësi? Shikoni, marrëdhënia ndërmjet 2 vendeve janë marrëdhënie të 2 vendeve të cilat lidhen në disa rafshe. Në plan shumë rafsh, që do të thotë që ka të bëjë në radhë të parë me 2 vende të cilat kanë një bashkëpunim strategjik ndërmjet tyre. E para kjo, e dyta janë 2 vende të cilat bashkëpunojnë brenda një organizate dhe një umbrelle sigurie siç është NATO. Dhe e treta, duhet thënë, është roli që Shtetet e Bashkuara të Amerikës kanë në atë që është mbështetja kundrejt Shqipërisë dhe jo vetëm kundrejt Shqipërisë, por edhe gjithë rajonit në tërësi, por specifikisht me që po flasim për vendin ton, është një mbështetje e cila ka qenë në të gjitha drejtimet, qoftë në atë që është procese demokratizuese të vendit, në atë që është proceset e ndërtimit dhe forcimit të atyre që është administrata shqiptare, të reformave të cilat ka nevojë Shqipëria si për të çuar në proceset të cilat janë shumë të rëndësishme kundrejt Bashkimit Evropian, ashtu edhe në konsolidimin e shtetit të së drejtës brenda në Shqipëri. Kështu që marrëdhënia e Shqipërisë me Shtetet e Bashkuara të Amerikës do thoshja madje do më lejoj të thoshja që janë jetësore për Shqipërinë dhe janë nga ana tjetër. Po, sigurisht, dhe nga ana tjetër janë 2 vende të cilat fatmirësisht po shtojnë atë që është partneriteti i tyre edhe në aspektin e sigurisë dhe akoma më tej faktet e fundit apo lëvizjet e fundit dhe përfshirja e Shqipërisë edhe në struktura të cilat janë iniciuar nga presidenti Trump tregojnë që ka një besim kundrejt Shqipërisë dhe do thoshja një vlerësim për partneritetin e Shqipërisë me Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Vizita e kryeministrit Edi Rama do të vijojë edhe ditën e nesërme, me këtë dua që ta mbyllim së bashku çfarë prisin në terma konkret.
Shiko, temat konkret ju thash, dita e nesërme kryesisht janë takimet të cilat do kenë të bëjnë me ato të cilat konsiderohen më shumë praktika të cilat tregojnë atë që është lufta kundrejt antisemitizmit, ku Shqipëria edhe vetë kryeministri Rama e përmendi është një nga vendet të cilat kanë përfshirë në rezoluta të ndryshme atë që është lufta kundrejt antisemitizmit, por e rëndësishmja e të gjithë takimit 3 ditor të kryeministrit Rama janë, siç u thashë më parë, 3 boshte kryesore, ajo që është marrëdhëniet dypalëshe ndërmjet dy vendeve, marrëdhëniet ekonomike kryesisht në ato të mbështetjes së turizmit, dhe e treta atë që është bashkëpunimi në fushën e sigurisë dhe të prodhimit të armatimeve apo bashkëpunimit ndërmjet dy vendeve dhe në këtë fushë. Duke mos anashkaluar sigurisht edhe atë që është marrëdhëniet, forcimi i marrëdhënieve dypalëshe, duke treguar që në të ardhmen mund të ketë edhe iniciativa në të gjithë ose në një pjesë të mirë të asaj që është të vendeve të Evropës juglindore për iniciativa sigurie. Për shembull, Izraeli ka ndërmarrë kohët e fundit një bashkëpunim sigurie ndërmjet tij, pra Izraelit, Kipros dhe Greqisë, duke krijuar një boshtë sigurie. Mund të ketë edhe zhvillime të tjera sigurisht në të ardhmen, të cilat të përfshin edhe vende të tjera të Evropës juglindore. Megjithatë, këto ngelen për të parë dhe për të analizuar në vazhdimsi. Faleminderit zoti Xhika, faleminderit që ishit me ne në këtë komunikim të drejtë për drejtë. Ju faleminderit. Siç edhe raportuam, raportet me Izraelin janë përmirësuar ndjeshëm edhe në planin ekonomik, shkëmbimet